Një kërkesë e vazhdueshme e shoqatës së ndërtuesve e përsëritur për partitë politike edhe javën e shkuar që të bëhet pjesë e programeve elektorale është fuqizimi i 3% të sipërfaqes që duhet të dhurojmë për banesa sociale. Por qeveria nga ana tjetër thotë se nuk do të tërhiqet nga kjo politikë dhe bën thirrje për bashkitë të tregohen më të kujdesshme me vjeljen e kësaj takse. Ne nuk do të tërhiqemi nga kjo politikë, natyrisht ne do të respektojmë vendimin e çdo organi gjyqësor nëse ka një gjykim sa i takon çdo lloj ankese apo çdo lloj kërkese që mund të jetë në këtë drejtim, por dhe natyrisht ne inkurajojmë bashkitë dhe ne inkurajojmë gjithë trupën po themi të pushtetit vendor që të jetë gjithmonë më e vëmendshme sa i takon planifikimit të fondeve të buxheteve të tyre që duhet parashikojnë patjetër dhe çështjet e strehimit social. Ne gjejmë të që është një politikë e drejtë. Gjatë një aktiviteti për programet e strehimit social, qeveria njoftoi se së shpejti do të ketë gati edhe një metodologji të re për caktimin e çmimeve të referencës për ndërtesat dhe për pasojë për të rritur shumën e kredisë së butë që një familje mund të marrë. Një pjesë e këtyre ndryshimeve që ne le të themi po propozojmë është edhe një metodologji e re për caktimin të çmimeve referencë, i cili nuk do bazohet më vetëm tek transaksionet e deklaruara në hipotekë, do bazohet te një studim më i mirë i tregut përmes metodave të tjera të studimit, siç janë sondazhet, anketat, mbledhja e dhënave dhe më radhë. Pra, pjesë e ndryshimeve do jetë prodhimi i një metodologji të re për të përcaktuar vlerën e banesave në treg dhe për të përcaktuar si rrjedhimi i vlerës banesave në treg edhe sasinë le të themi e parave që do ju jepet kredi qytetarëve. Sipas të dhënave, janë 35.000 familje që kanë përfituar nga programet e strehimit social në 10 vitet e fundit. Për të rritur numrin e përfituesve, Ministria e Ekonomisë synon që fondin për programet e strehimit social të arrisë nga 8 milion euro në 80 milion euro në vit.